Një sukses i madh për sportin shqiptar vjen nga bota e bodybuilding. Bodybuilderi 25 vjeçar Shkëlqim Sabria është shpallur kampion absolut në kategorinë Classic Physique në kampionatin botëror të International Fitness and Bodybuilding Federation, duke u bërë i pari shqiptar në histori që arrin këtë rezultat të jashtëzakonshëm. Lajmi është bërë i ditur edhe nga vetë Sabria në një postim në Instagram ku shkruan: "Faleminderit Allahut, me mëshirën dhe udhëzimin e tij arrita të shpallem kampion absolut në Classic Physique në kampionatin evropian të IFBB. Për herë të parë fitohet nga një shqiptar overall i kësaj kategorie në Europian." Federata IFBB ka shpërndar gjithashtu një video të tij me mesazhin: "Shkëlqim Sabria nga Shqipëria, kampionat absolut në Classic Physique, kampionat Europian i IFBB në Spanjë, urime." Pas më shumë se 10 vitesh stërvitje intensive me një regjim strikt ushqimor dhe përkushtim të hekurt, Çimi, siç e njohin miqt, ka arritur të lërë gjurmë në skenën ndërkombëtare. Rrugëtimi i tij nisi në vitin 2015 kur hyri për herë të parë në palestër për të bërë fort. Vetëm pas 6 muajsh, garoi në Gjirokastër dhe u renditi dyti. Shqipëria atëherë nuk është ndalur. Ka fituar titullin kampion absolut i Shqipërisë në vitin 2024, vendin e parë në Shkup në vitin 2023, u renditi 6 në kampionatin botëror të Spanjës. Me profesion është instruktor dhe trajner personal, ndërsa gjithë ditën e kalon në palestër ku ndihmon klientët të arrijnë objektivat e tyre. Ka përfunduar studimet në ekonomi dhe vazhdon të punojë nga ora 7:30 të mëngjesit deri në orën 19. Sekreti i gjithë fitnessit është qëndrueshmëria, nuk ka rëndësi ora. Rëndësi ka të stërvitesh rregullisht dhe të ndjekësh një dietë të qëndrueshme. Është mesazhi i tij për të gjithë ata që duan të ndryshojnë jetën përmes palestrës. Shkëlqimi, jo vetëm që i ka sjellë lavdi vetes, por edhe ka ngritur flamurin shqiptar në një nga skenat më të rëndësishme të këtij sporti në Evropë.